Në sot kuptojmë qartë që shteti jonë në përket mos pakti neve. Shteti jonë po përket oligarkëve, krimit organizuar, po përket maskarejnëve politikanë që kanë qeverisur të 30 vite. Ditën e djeshme, maskarejnë që mbanë me taksat tona, drejtor policie ka thënë që ka shkuar protestuesi dhe ka bërë dhunë dhe ka thyer kantierin. Fatmirësisht jam gjetur në momentin e duhur ku kam filmuar rëmbimin e protestuesit. Një akt i tillë 35 vite nuk ishte ndodhur. Rëmbim para syve të qindra policëve nuk ishte ndodhur. Dhunim të gjutur me gur, njerëz të paskuar të protestuesit. Dhe kjo është e pafalshme, prandaj qëndresa juaj të shesh është shumë e rëndësishme, edhe banorëve atje u jep zemër. Ne jemi qartasi që që tonë e mbrojtur narkos dhe Xhenetit të qëndroj e mbrojtur, jo oligarkëve, jo politikantëve korruptuar, jo familjeve Trumpit, pas njëre prej maskarejve, prandaj të gjithë në bashkuar.